Mirëmbrëma profesor doktor Sali Berisha. Mirëmbrëma të dashur demokrat të zonës 7 të Tiranës. Unë jam Gjulia Gjekaj, kandidatja më re e Partisë Demokratike. Kandidoj për herë të parë në zgjedhjet parlamentare të 11 maj 2025. Kjo është nga dhuratat më të bukura për mua, ku kam mundësinë të punoj me një ekip të mrekullueshëm, ku prin në krye të fushatës mentori dhe gjeniu i politikës shqiptare, profesor doktor Sali Berisha. Mirë se erdhe doktor. Ne e dim që përveç se një udhëheqës i madh, ju jeni dhe një mik i madh. Prandaj ju meritoni më të mirën. Fitoret e betejave tuaja kanë treguar që më e mira për ju është e mira e përbashkët për të gjithë shqiptarët, siç do të jetë dhe fitoria e Partisë Demokratike. Duke njohur dhe vlerën e moralit më të lartë që është mirënjohja, unë kam vendosur që mirënjohjen time ta tregoj duke mos lejuar që dëshira ime të prevalojë mbi misionin tim. Dëshira ime është të dalë sa më mirë, patjetër, por misioni im dhe i juaj është të fitoj Partia Demokratike. Sepse duhet të jemi mirënjohës ndaj betejave historike që fitoi doktori për ne, ndaj çdo demokrati qëndrestar në kohët më të vështira të Partisë Demokratike, dhe është momenti të shpërblej me fitore. Në çdo demokraci të zhvilluar, zgjedhjet konsiderohen si një mekanizëm i ndryshimit, dhe ato duhet jenë momenti ku populli jon zgjedh mes alternativave më të mira për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Po kush është alternativa më e mirë për ne? Unë e them me bindje, jemi ne. Është Partia Demokratike. Dhe po argumentoj këtë miqtë e mi. Programi i Partisë Demokratike ka dalë dhe është detyra jone parë si kandidat që këtë program t'u çojmë qytetarëve të Tiranës derë më derë. Programi i Partisë Demokratike është zgjidhja e halleve tuaja, e për këto halle ju i mbani syt nga qielli, por Zoti i ka dashur shqiptarët kur krijoi Shqipërinë. Ta ngrem Shqipërinë në majën që meriton dhe bashkë me të dhe çdo shqiptar të ecim në projektin që Zoti pati për Shqipërinë, një vend me territore dhe klimë fantastike. Projekti i Zotit për Shqipërinë ka qenë madhështor. Është momenti ta bëjmë Shqipërinë madhështore siç Zoti e ka projektuar të jetë. Ky është misioni jon. Ky është programi i Partisë Demokratike. Vëllezër dhe motra, jam këtu përpara jush për të dëgjuar problemet tuaja, sepse zgjidhja e tyre do të më jap atë që unë e quaj sukses në rrugtimin tim. A jeni të kënaqur me pensionet mujore që marrin prindrit tuaj? Sigurisht që jo. A mund ta ndryshojmë këtë? Sigurisht që po. Sepse Partia Demokratike në premtimet e para që bëri ishte rritja e pensioneve me 20%, rroga minimale 500 euro, rroga mesatare 1200 euro, çmimi i energjisë ulet me 7 lekë për kilovat, çmimi i naftës ulet me 35 deri në 40%. Por shpopullimi është tragjedia më e madhe e shoqërisë dhe Shqipërisë tonë në 12 vitet e fundit, sepse kjo qeveri ka pasur një mision, t'ju largoj duke mos ju shërbyer. Ju të rinj që në përditshmërinë tuaj thoni, nuk na duhet politika, unë po ju them të vërtetën. Ju ndoshta nuk merrin me politikën, por politika merret me ju. Po si merret politika me ju? Duke ju mashtruar, që Shqipëria nuk u ofron mundësitë që shihni jashtë. Jo miqtë e mi, ju mund ta krijoni vetë këtë mundësi këtu dhe tani, nëse ardhmja do të ndërtohet në mundësi të barabarta për të gjithë. Nëse shteti nuk do t'jetë barë mbi ju, por një mbështetje për ju. Ky është programi i Partisë Demokratike. T'ju mbajmë këtu dhe t'ju ofrojmë mundësitë që ju i shihni jashtë, duke ulur taksat dhe tarifat universitare, ndihmë për çdo familje të re, zero tatim mbi fitimin dhe kredi të buta për vajzat dhe gratë që investojnë në biznese të vogla, stimull fiskal për investitorët nën 35 vjeç. Ajo që unë i kërkoj demokratëve të zonës 7 nuk është vetëm vota për mua, sepse vota juaj është e sigurt për Partinë Demokratike. Prandaj nuk ju dua për vete, por me vete. Të
të bashkëpunojmë në terrene për të maksimizuar votën, të bëjmë zonën gri blu dhe të gjithë socialistët që sot janë të pakënaqur nga kjo qeveri t'i marrim me vete. Të rinj që nuk votojnë dhe që rrin larg kutive të votimit, që kjo fitore të jetë madhështore, sepse e sigurt është, kjo është detyra e kandidatëve. Partia Demokratike ka fatin e madh që ka në krye një lider vizionar, që nuk kërkon pushtetin për vete, por për të realizuar një ëndër të madhe për ta bërë Shqipërinë madhështore. Për një Shqipëri jo vetëm për të vizituar nga turistët, por për të jetuar edhe shqiptarët. Është rradha jon. Fitore, fitore, fitore.